Përshëndetje, mirë se vini në kanalin tim të YouTube-ve për parashikimin e letrave taro për shenjën e ujorit për ditën e nesme, 12/2/2020. Ujor. Për meshkujt beqartë të kësaj shenje, dita e nesme nisë me lajme të mira për punën e tyre, kurse në lidhje me dashurinë e tyre kanë gjërat e tyre që i mendojnë që akoma nuk kanë arritur në një vendim për të bërë një kuror. Kurse një pjesë e meshkujve të tjerë të kësaj shenja i shoh që kanë lajme të mira në lidhje me lekun e tyre, me punën e tyre, me dashurinë e tyre, dhe ditën e mbyllin me një probleme që kanë zgjidhje të mira. Atëherë, siç thash, për personat meshkujt të shenjës së ujorit dhe sidomos për beqartë, kanë gjëra të mira në lidhje me punën e tyre, me lidhjen e kontratave, me marrjen e dokumentave që ata i presin, por gjëra në lidhje me dashurinë e tyre nuk arrin të marrin atë pozitivitetin ose ata të vendosen për një lidhje në kunor. Një pjesë e tyre në rezultat e këtyre meshkujve kanë përgjithësi meshkujt e shenjës së ujorit për ditën e nesme kanë lajme shumë të mira pozitive në lidhje me shtetin, me punën e tyre, me biznesin e tyre, me lekët e tyre, me familjen e tyre, me të dashurin e tyre, por edhe për udhëtimet e tyre që ata i kryejnë lidhje me punën, mund të kenë destinacione të obligatore për të arritur që janë të domosdoshme për punën. Kurse për femnat e shenjës së ujorit, e shoh që gjërat në lidhje me punën e tyre, me lekun e tyre, e shoh që kanë harxuar shumë dhe kanë humbur ekuilibrin e lekut ose financave të tyre, kurse një pjesë e meshkujve që ndodhen në rrugë të lartë ose janë pritje të një dokumentacioni në lidhje me shtetin, e shoh që për nesër nuk rezulton një lajm pozitiv. Le të presim në ditët në vazhdim, sepse aq shumë gjëra do të jenë ose lajme do të vinë jo shumë vonë. Kurse për meshkujt e shenjës së ujorit, për një pjesë tjetër, e shoh që ditën e mbyllën shumë mirë në familjet e tyre, me dashurinë e tyre dhe janë shumë të kompletuar. Çfarë është për pozitive për këtë shenjë për ditën e nesme është se të gjithë meshkujt e kësaj shenje në përgjithësi kanë lajme të mira në lidhje me punën e tyre, me dokumentat e tyre, me lekun e tyre që e depozitojnë, me rrugën e tyre në lidhje gjithmonë me punën e tyre. Kurse për femrat e shenjës së ujorit, e shoh që financat e kanë humbur ekuilibrin dhe ato mund të zgjidhin mendimin e miqve ose të afërmit të tyre. Kurse për një pjesë të meshkujve që janë në basën në emigracion ose në një rrugë të largë dhe presin për të bërë zgjidhje ose për dokumentat ose për të kaluar nga një vend në një vend tjetër, e shoh që do kenë ndalesa gjatë rrugës ose në një përgjigje që ata e presin nuk do të jetë ose nuk do vi ose do të jenë një përgjigje jo këndshme për ta. Kurse për ata ujor që janë familjar,
e shoh që dita e nesër mbyllet shumë pozitive në lidhje me familjen e tyre, dashurinë e tyre, me paratë e tyre dhe gjithë dita rezulton shumë pozitive. Faleminderit që u bët pjesë e videove të mia, ju lutem na bani subscribe.